Avokatët e ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj kanë ngritur pretendimet për parregullsi në procesin për dosjen sterilizimi. Sipas tyre, gjykata ka ndryshuar akuzën, detyrë që thonë se duhet ta kishte bërë prokuroria. Prokuroria e posaçme deklaroi hapur përpara trupës gjyqësore se akuza ndaj zotit Ilir Beqaj për veprën penale vjedhje e kryer duke shpërdoruar detyrën dhe grupi strukturuar kriminal, akuza për cilat zoti Beqaj po gjykohet sot, nuk ekziston në asnjë akt të shkruar të prokurorisë, por materializohet vetëm në vendimin numër 13, fraksion 69, datë 23 janar 2025 të gjyqtarës seancës paraprake. Në deklaratën për mediat ata theksuan se për këtë shkak në seancën e radhës do të kërkojnë pushimin e çështjes sterilizimi, për të cilën janë dënuar tashmë ish-zëvendës ministri i shëndetësisë Klodian Rjepaj dhe ish-biznesmeni Ilir Rapaj. Ne do i drejtohemi trupës gjykuse të themelit, trupës së dytë gjykuse të themelit, në gjykatën e posaçme të shkallës parë për të kërkuar pushimin e çështjes sepse jemi në kushtet kur akuza është pranuar që është ngritur nga gjykata dhe jo nga prokurorët. Ilir Beqaj është arrestuar në qershor të vitit 2024, ndërsa në akuzë është dhe për dosjen e koordinimit të fondeve të Bashkimit Evropian.